janë duke bërë propagandë dhe fatkeqësinë. Është një kulturë komuniste. E pat Ramën në mbledhjen me emër të gjatë dhe mendësi të shpurtër, i zi, ster në veshje, për humbur në qëndrime personale dhe për shfaqje e një pritje vakije nga kushdo që e merrte fjalën nga ministrat e tij. Ca syresh një hap larg prangave e të tjerë kandidat potencial për bujtës qelie. Por Rama ja doli, fitoi 13-0 përballë situatës. Një gol nga mesfusha i arrasi qytetarëve të cilët vuajnë nga përmbytja që i erdhin nga batërdia e qeverisë së tij dhe jo nga Perëndia. Një gol ja futi me finte opozitës politike dhe një gol të fundit dhe shumë të rëndësishëm me goditje të lirë i arrasi fort medias. Arsyeja e fitores është më e thjeshtë nga se duket. Në ditën më të zezë të tij, ai sërish fitoi me lojtarët popull pa grind, opozitë të lodhur dhe media lëpirëse e pushtetit që bën sikur luan. Ndërsa duhet të jepte llogari për skandalet, vjedhjet qeveritare dhe pasojat e përmbytjeve, Rama nisi një reagim të gjatë ndaj drejtuesit të emisionit Opinion, Blendi Fevziu. Shpresë e madhe, 3 kundërshtar në dukje të fortë përballë, popullin e vuajtur dhe acaruar, opozitën që jep gajret vetes dhe mendon se është e fortë dhe elitën e medias, e cila bën sikur po nxjerr zbuluar, nisën ndeshjen ball atij. Goli ndaj qytetarëve qej shpejt, sapo ndeshja nisi. I ka lënë të përmbytur dhe asnjë grusht prej tyre nuk ngrihet në protest. Shembulli më i mirë është Durrësi. Mbi 1000 banesa janë në ujë, dëmet e jashtëzakonshme ekonomike e sërish heshtin. Golin e dytë, nga fundi i pjesës së parë, ja futi opozitës. Goli i tretë ishte thuajse fatal. Këtë radhë përballë ishte media. Rezultati 13-0, minutat e fundit kalojnë duke vonuar lojën. Ndeshja u mbyll, Rama fitoi. Ndeshja e radhës do vi sërish. Formacioni kundërshtar ndaj Ramës nuk do të ndryshojë. Rezultati dihet, ndërsa kampionatit po i vjen fundi.